Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar shikues. Para se të fillojmë temën e sotme, e cila titullohet Media nga tempulli në kopsh, ose nga tempulli në një kaos që është pragu i një evolucioni të ri të mediave, të cilat kanë filluar të demokratizohen qysh në epokën kur Gutenberg bëri shtyp shkronjën e vet, dhe media nga monopol i klasave të pasura, të cilat kishin luksin të zotëronin nga një kopje të librave ose nga pak kopje të librave që ekzistonin, u kryua mundësia që të shtypeshin dokumenta, materiale, libra, broshura, pa fund në përmjet shtypshkronjës, dhe kjo solli demokratizimin e medias dhe njëkohësisht hoqi pushtetin e Vatikanit nga duart e klerit, flas për Evropën, dhe e demokratizoi informacionin. Por para se të fillojmë me këtë emision interesant, do të dëshiroja t'ju kujtoja atyre që s'janë dy thundrak, që s'kan mundësi të bëjnë një subscribe aty ke kanali i YouTube-it, i Okultit, i podcastit ton Okult, dhe dua t'ju kujtoj atyre që kanë gisht dhe janë njerëz dhe duan të më ndjekin ashtu siç kanë dashur të më ndjekin dhe në rrjetet sociale, të bëjnë një subscribe dhe aty ke zilja një klikim që t'ju vinë informacionet dhe marrëdhënia jon t'jetë win-win. Jo të hapni nga YouTube-i, por të bëni njëkohësisht edhe abonent, sepse dhe ne përfitojmë nga kjo. Të ysh në rrjetet sociale të një personi si unë, është si kur t'ysh në obor nga gardi, kështu të kërcesh, dhe zemra e rrjeteve sociale që unë kam, që është podcasti Okult, është si shtëpia ime. Pra ti hyn mysafir, ose followers, ose friends, dhe ruan nga gardi, kështu, qa do bëjnë në një gjë ky që ta sulmoj unë, ta kundërshtoj dhe ta anatemoj, sidomos ta që janë me pseudonime në rrjetet sociale dhe që janë followersat e mi, dhe nuk pranojnë të bëjnë në një subscribe, se si shpjegohet që unë kam 120.000 followersa dhe ndjeksa në rrjetet e mia sociale, dhe më shumë ndoshta, dhe 130-140 me gjithë disa faqe që kam në Facebook, që i kam pasur të mijat, 120.000, 150.000, dhe subscribe kam bërë vetëm 8.000 abonent. Kjo tregon që ata kanë hyrë aty ke gardi e ruajnë, kështu, qa do bëjnë ndonjë gjë që ti sulemi ne, që kemi kulturë tjetër dhe mendojmë ndryshe për ta kapur në gabimte dhe ta sulmojmë. Dhe nuk duan që t'japin kontribut në zhvillimin e kanalit ose zemrës të rrjeteve të mia sociale, që është kanali në YouTube i podcastit Okult. Prandaj kam vendosur që këtë muaj, çdo ditë që do edh videot që ne regjistrojmë dhe japim këtu në podcast, kur t'jetë në rrjetet sociale, do t'jetë me i shënim aty gjithmonë. Kush nga ju nuk bën subscribe ke kanali im YouTube, do të përjashtohet qysh në datën 1 maj nga rrjetet e mia sociale. Nuk kam çfarë t'i dua hipokritët, kurse ata që e kam pak të vështirë, nuk janë shumë të updetuar si bëhet abonimi, është një gjë fare e thjeshtë dhe mund të u kërkojnë ndihmë fëmijëve apo nipërve të tyre që nga telefoni dhe për pak sekonda bëhen abonent ke kanali im. Pra, kush nuk ndihmon, nuk do ketë shansin të marrë opinionet apo informacionet që ndaj në rrjetet e mia sociale gratis, që ato janë puna ime, janë lodhja ime, janë studimi im shumë vjeçar,
dhe ata tynë dhe t'i marrin gratis dhe të presin ndonjë inkoherencë sipas këndvështrimit të tyre dhe të sulmojnë pravagardit. Ne mësuesja në shkollë na e ka thënë kështu, ne e kemi lexuar kështu, e kemi parë që ai qerosi kështu që është kështu, ti thua kështu, nuk është kështu si thua ti, ti je ignorant, ti je budalla, ti je kështu, ti je ashtu, ti je çmendur. Kupton, këta nuk kam se që dua, hipokritët nuk i dua. Hipokritët janë me shumë fytyra dhe nuk pranohen, janë dy thundrakët, janë ata që duan të mbajnë biberon në gojë. Këtu ka vetëm burra që anë misht të tjerët të shporen. Falenderoj para se të filloj emisionin, falenderoj sponsorët tanë të cilët mundësojnë dhe na krijojnë pavarësi ekonomike për të vazhduar komunikimin me të gjithë ata që unë ju detyrojmë duke u bërë abonent ke kanali podcast. Pra, si që u deklarova dhe në fillim të emisionit, tema është media nga tempulli në kaos dhe në kopsh të lullëzuar. Po jetojmë për çarjen më të rëndësishme që nga koha e shtypit, pra ku filloi shtyp shkronja Gutenberg, dhe kjo është arsyeja se në këtë kaos mediash të sotëm ne kemi mundësi të mos e durojmë dot fshinjin tonë dhe kemi mundësi të marrim pjesë në trazirat të cilat tashmë, trazirat politike të cilat tashmë janë shumë aktuale dhe shpesher janë të nxitura nga mediat e lullëzuara, të demokratizuara, ku çdo kush me një postim të vetin mund të bëhet njëri shumë i njohur në qoftë se thot gjëra të rëndësishme dhe të veçanta. Deri në para se të lullëzonin mediat nëpërmjet internetit, figurat politike moderne, domethënë të kësaj periudhe, derisa lullëzoi interneti dhe filluan Google, YouTube, Facebook, rrjetet e tjera sociale, Twitter, me radhë, të gjitha këto platformat që kanë lullëzuar sot, kishin liderat politik, kishin si ekran për të komunikuar me publikun nëpërmjet televizionit. Produkti përfundimtar i këtyre televizionëve, i figurave politike më të rëndësishme kanë qenë njerëz si, domethënë nga fundit, si Reagani, Bushët, Obama, Clintonët, Tony Blair, Angela Merkel këtu në Evropë. Por më pas situata filloi të ndryshojë, qoftë në Amerikë, ku Trumpi nëpërmjet rrjeteve sociale jo tradicionale si televizioni mundi kundërshtarët e vet demokrat, kandidatën e tyre për presidente. Pra, sot ne jetojmë në një mjedis më kaotik të medias dhe furia narrative e këtyre mediave ka shkaktuar lëvizje politike që shfrytëzojnë vëmendjen e çdo lloji dhe mund të shkaktojnë panik moral dhe mund të sfumojnë zhurmat në mënyrë negative apo pozitive, zhurmat e fuqishme të podiumeve ku dalin politikanët në mënyrë tradicionale. Kemi kaluar nga një fazë ku njerëzit pinin nën magjepsin e politikanëve të tyre, kemi kaluar në postimet, në tweetet dhe imojet e ndryshme tek e prurse kundër tyre, ku mund të bëhet një meme që bisedat apo diskutimet e tyre në podiume madhështore
mund të rëzohen sabë dhe mbyll sytë. Sistemet tona mediatike nuk përcjellin vetëm informacione, por ato na krijojnë ne dhe një mënyrë sjellje të ndryshme nga sjelljet e para, sidomos ata që janë të lidhur në jetën e tyre dhe aktivitetin e tyre me publikun. Kultura politike ka filluar të reagojë në përputhje me rrethanat e reja mediatike që janë krijuar. Në vitet 1400, siç e përmenda pak më përpara, shtypshkronja Gutenberg theu monopolin e elitës arsimor në perëndim, domethënë katolike, sepse ishte koha ku kisha ende nuk ishte çarr në kishën katolike, kisha perëndimore po flas, se kisha ishte ndarë në vitin shekullin e 15 midis ortodoksëve ose kishës së Konstantinopolit dhe të Romës, por po flas për në perëndim aty ku shpik shtypshkronja Gutenberg. Më pas shpikjes të shtypshkrimit, doli një mjet i ri, një mënyrë e re komunikimi inovatore që ishte radioja. Liderët politik, apo fetar, apo njerëzit që komunikonin me publikun, kishin mundësi nëpërmjet nuancave të zërit dhe teatralitetit të diskutimit të çështjeve të ndryshme prej tyre të bënin për vete në një mas të caktuar turmat të cilat të shkonin të votonin liderët e tyre politik. Më pas, përveç zërit që dëgjonin njerëzit në radio, u shpik televizioni, i cili krijonte dhe përveç zërit dhe nuancat e imazhit dhe lëvizjet dhe shoqërimin e fjalëve, ideve dhe mendimeve dhe me gestikulacionet e fytyrës, të duarve dhe të trupit, të cilat i rrisnin ose i zvogëlonin pushtetin politikanit mbi turmat. Asnjë nga këto kalime nga një stat në një tjetër nuk ishte i menjëhershëm, sigurisht. Revolucione si këto kam pasur nevojë për dekada që të rriteshin dhe të formësoheshin plotësisht. Kurse kjo që ne po përjetojmë sot, është faza më intensive e një transformimi të thellë që ka filluar që në vitet 1500, kur filloi demokratizimi i medias. Por edhe kjo e sotmja gjendje kaotike nuk është një gjendje e përhershme, është në evolucion, është në ndryshim. Nga kaosi do kalojnë në rend, dhe kur të kalojnë në rend, do të ketë një lloj tjetër marrëdhënie dhe fuqie midis medias dhe publikut. Ardhja e shtypshkronjës shkaktoi 1400 mes shekullit 15, shkaktoi trazira masive ekonomike dhe sociale, por në fund ajo ndihmoi në lindjen dhe zhvillimin e revolucionit shkencor. Sot, në mënyrë të ngjashme, interneti mund të jetë në të njëjtën rrugë që mund të shkaktojë një shkatrim fillestar dhe kjo do të ndiqet pasaj nga një lloj rinovimi, ashtu siç ndodhi me revolucionin shkencor që do të ishte i pamundur pa shtypshkrimin dhe pa botimin e librave. Kjo periudhë kaotike e mediave duket sikur është destabilizuese, por kjo mund të ndihmojë në lulëzimin e kulturës. Gjithmonë kur zhvillimi ka ardhur nëpërmjet një revolucioni, i ka paraprirë një kaos në çdo lloj fushe. Dhe pasaj gjërat kanë precipituar dhe janë normalizuar
duke shkaktuar një evolucion apo dhe një hop cilësor në zhvillimin e asaj tege. Për dekada me radhë, ose edhe ndoshta edhe për gjysmë shekujsh, periudha gjysmë shekullore gati, qysh nga vitet 1960 me televizionin, kemi jetuar në një botë të dominuar nga media tradicionale, të cilat kanë qenë të karakterizuara nga kontrolli nga lart poshtë, me një autoritet të centralizuar mbi opinionin zyrtar, i cili kishte klishet e veta për të paraqitur turmave. Ka qenë një sistem i qëndrueshëm dhe në tutje i sigurt dhe ofronte disa komoditete të cilat në fakt kanë qenë dhe të reme, duke komunikuar me ndjenjë sigurie me opinionin publik. Ritualet tona tradicionale të zakonshme, para se të shpikeshe interneti dhe kjo që kam unë në dorë, celulari, mobile, ky sidomos me touch, ne kishim prezion të paktën, nuk flas për këta që janë tash adoleshent, kishim një lloj tradite, ngriheshim në mëngjes, hanim në një croissant me kafe dhe lexonim gazetat e mëngjesit. Pasaj, në darkë shikonim emisionet më bazike që kanë qenë dhe që na bënin mbi bazën e centralizimit dhe të ideve zyrtare, na bënin një shpëlarje truri dhe na mbanin të formatuar brenda disa shabloneve që ne na dukeshin shumë normale. Në perëndim, njerëzit shikonin këto televizionet kryesore, siç kanë qenë CNN, New York Times, shikonin këto, çka kanë qenë këto gazetaret që dominonin në mbrëmje o prah. Këtu ke ne kanë qenë, i dini ju kush kanë qenë, mos i përmendim, se u bëjmë shumë reklam këtyre tullasve që i mbanin njerëzit në ca korniza dhe shablone dhe ju tregonin që s'ka rrugë tjetër, është vetëm ngjyra blu ose kuqe ku duhet lëvizin mint. Por kjo lloj qëndrueshmërie në këto që unë përmenda, solli një shtangësi, një ngurtësi, ku njerëzit nuk kishin shumë opsione. Kishin shumë pak opsione dhe ofroheshin vetëm pak këndvështrime në të gjitha fushat, sidomos në drejtim të politikës dhe të aktivitetit ekonomik. Në këtë lloj sistemi të ngurtë ku politika e respektonte pronarët e mediave dhe bashkëpunonte me ta që pastaj pronarëve të mediave të përfitonin nga pushteti i politikanëve që ata mbështesnin dhe t'i kthenin në benefite ekonomike këto lloj marrëdhëniesh, këto lloj mundësish për të komunikuar me publikun dhe hera herës për të bërë demagogji në favor të një politikani apo një lloj leadershipi politik për të marrë pushtetin e cila pastaj kërkoheshe të ktheheshe në përfitim tek mediat. Dhe fuqia institucionale e medias shkoi paralel me pushtetin politik. Këto të dyja së bashku krijuan sistemin në të cilin ne kemi jetuar deri tash dhe krijuan një lloj tempulli. Politika dhe media. Këto kishin doktrinat e tyre, ritualet e tyre dhe priftërinë e tyre, ku priftërinë e politikës dilnin në pah, kurse priftërinë e medias i shoqëronin ata, ja u pasonin topin, ndërsa priftërinë që ishin pronarë të mediave, në përgjithësi rinin the behind the scan, domethënë
behind the scan, brapa skenës. Por ky lloj sistemi i ngurtë tradicional tashmë në këtë kakofoni, në këtë kaos mediatik, është duke u shambur. Ne dim që Trump, siç e u përmenda, erdhi në pushtet nëpërmjet Twitterit të Elon Muskut dhe nëpërmjet komunikimit nga disa podcaste ku Trumpi shkoi era erës dhe shpalosi idet e veta përballë votuesit amerikan dhe krijovi një fitore shumë të madhe. Po kështu, rasti rumun që duhet përmendur është rasti kur Kalin Georgieski, një kandidat simpatik që nuk rreshtohet në anën e globalistëve dhe të Kabal ose Komitetit 300-ve, por kërkon ta mbaj Rumaninë në disa lloj politikash të tjera jo armiqësore me Rusinë, i mundi të gjithë kandidatët e tjerë tradicional dhe përfaqësues të rrymave të vjetra tradicionale politike të Rumanisë vetëm me TikTok. Hapi 2 llogari në fillim në TikTok, pastaj njërin e mbylli, ku kishte miliona ndjekës dhe nëpërmjet TikTokut shambi gjithë këtë ngrehin të vjetër, të ngurtë, tradicionale, që kishte krijuar sistemin dualist politik media. Por entropia sot mediatike, kaotike, ka arritur një gjendje shumë të përshpejtuar, dhe sa vjen dhe përshpejtohet. Ju e dini që shumë podcaste po ngrihen, shumë rrjete, shumë website, gazeta online, ku mund të marrësh lajme për një periudhë shumë të shkurtër pasi ngjarja ka ndodhur, ku mund të marrësh opinione nga më të ndryshmet dhe të gjitha i ke këtu në këtë sendin e vogël, që sa po tham, mjafton që ne të abonohemi apo të orientohemi në disa prej tyre të cilat i kemi më për zemër dhe ato na dalin në sekondë këtu dhe na kujtojnë që erdhëm me një informacion të ri dhe ne, kur kemi kohë, i regjistrojmë dhe i shikojmë. Dikur ka qenë ajo që quhej Craigslist, që klasifikonte apo mbështeste shumë gazeta, por vendin e saj shpejt e zunë Google-i, Facebook-u, YouTube-i, Twitter-i, WhatsApp-i, Telegram-i, ku e di unë me radhë. Dhe këto filluan të komandonin biznesin e reklamave, nga i cili vareshin të gjitha mediat e mëparshme dhe ato që po krijoheshin. Tani shërbimet e transmetimit të abonimit më të famshme në botë janë Netflix, Amazon Prime, Max, dhe këto po çmontojnë edhe kokallat e këmbës tjetër të televizioneve. Këto janë tendenca jo të kthyeshme. Pra janë të pakthyeshme. Kjo nuk kthehet me ky lloj modernizmi i mediave, ky demokratizim i madh i mediave, ne nuk mund t'i anashkalojmë këto dhe të rikthehemi tek metodat e vjetra të ngurta. Priftërinjt e sistemit të ngurtë sigurisht që kanë filluar të lëngojnë dhe të smuren. Ata televizionet dhe mëdhaja nuk e duan një podcast si ky që ne po komunikojmë, sepse ne i rivalizojmë. Ne zgjedhim brezin e ndjeksave tanë, të cilët mendojnë si ne dhe duan të na dëgjojnë dhe nuk duan të dëgjojnë qerosin ande apo televizionet e tjera që kanë gëlluar në mënyrë tradicionale. Pra, koha e tyre ka përfunduar me këtë lloj media revolucionare. Sot
jetojmë në kohën e kaosit të mediave, pra rendi ngurt tradicional i mediave është zvendësuar nga kaosi, dhe kaosi është pragu i parë i evolucionit, i cili do të vendos një rend mbi këtë kaos. Konflikti ka zvendësuar konsideratat fikse që krijoheshin nga qerosi me shok. Shpejtësia e mposht verifikimin, shpejtësia e informacioneve. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që vinë aq shpejt informacione sa ti nuk e ko ti verifikosh, sepse sa lexon njerin ose shikon njerin, shikon tjetrin, ose lexon tjetrin, dhe është pak e vështirë që ti verifikosh nëse lajmet janë të drejta dhe të vërteta apo jo. Sidomos sot me teknologjinë artificiale, dhe unë kam rënë shpeshherë se nuk jam ndonjë profesionist i madh për të njohur teknologjinë artificiale, përdorimin e saj nga këta të rinj të sotëm, dhe shpeshherë kam rënë i ndonjë materiali që më zhdukur origjinal dhe e kam postuar, po këta çunat e rinj që janë më të updetuar dhe më kanë ndërhyrë disa janë dashamirës dhe thonë Alfred, ke gabuar këtu sepse kjo është shu, kurse disa të tjerë thonë ata shumë të dëgjuar, thonë qartë thua kë po mashtron ti, janë ata që rinë brapa gardhin me pseudonime. Kupton? Ata blok, nuk duam ne mistresa në faqet, ne duam diskutime miqësore, ata që më njohin që din që unë nuk i shërbej askujt me përjashtim të vërtetës, nuk mund të shkruajnë ke unë me atë lloj gjuhë, por thjesht vetëm me gjuhë miqësore. Ne nuk bëjmë asgjë me qëllim të dezinformojmë njerëzit, por gabime qëllon edhe bëjmë, sepse zhvillimi është shumë i madh dhe shpeshherë dhe mund të gabojmë. Çdo njeri ka profesionalizmin e vet, dhe ata që i din më mirë gjërat sot në teknologji artificiale, kur ne bëjmë ndonjë gabim, mund të ndryjnë me modesti dhe me bona fide, jo me qëllim që të ulin e të fyen e të nxjerrin keq para atyre që ndjekin. Pra, komunikimi është shumë i rëndësishëm. Miqt dhe followersat që hyjnë me qëllim të mirë, të rinë aty, të komunikojnë, të kundërshtojnë sa të duan, por gjithmonë me bona fide, me qëllim të mirë, jo për të shitur mend dhe për të denigruar apo ulur personin me të cilin komunikojnë. Çdo kush mund të ketë një zë. Dhe një ide që ju ose ne e shfaqim në rrjetet sociale, nëse erërat fryn ashtu siç duhet, mund të arrijë miliarda njerëz për një çast të vogël. Një nga virtytet më të mëdha që ka kaosi mediatik i sotëm është se ato flasin drejt për drejt me njeri tjetrin dhe të tjerët mund të përgjigjen. Sikush mund të bëj një koment. Atë që unë thash më përpara. Ata që sot janë priftërin të rinj të politikës që përshtaten dhe adaptohen në këtë lloj labirinti të madh mediatik, të revolucionarizuar dhe të demokratizuar, dhe që janë më të zgjuarit, ulen, siç e thash për Trumpin dhe Kalin Georgeski, ulen në intervista të gjata në formate jo tradicionale dhe aty shfaqin mendimet e tyre. Por ashtu si në sistemin e vjetër, mediat e kaosit të sotme e përqendrojnë fuqinë e tyre ekonomike, ku shumica e shpërblimeve shkojnë për pronarin e platformës ku ata komunikojnë. Kjo ka edhe efekte sociale. Ne nuk po përshtatemi me për ritualet dhe ritet, por po e nështrojmë veten ndaj një sfilate zëdhënësish dhe çmendurish, ku arsyeja e shëndosh në fakt lufton për ta gjetur dhe ajo një zë. Ne kemi kaluar nga katekizmi fetar i tempullit të medias tradicionale në një lloj kakofonie.
ku këtu ynë njerëz me ndikim të madh, si që janë Trump, Musk, Kardashian në botë, Kuban e të tjera, kurse sot janë këta që bëjnë këto reklamat, janë shumë të fortë. Më thuaj regjia, si e ka emrin këta çunat e rinj që dalin bëjnë reklama në për këto rrjetet sociale, ndonjë emër nga këta që si mbaj mend unë janë ca çuna, kështu që dalin regjia. Cilët janë këta çunat e rinj mo që kje mendjen mësim, që dalin dhe bëjnë këto reklama e kështu në rrjetet sociale që janë të famshëm. Kozaku e që janë këta që dalin ca që quhen autor memesh, dhe këta sot kanë një ndikim të madh dhe ndiqen nga njerëzit, dhe këto firmat e biznesit të gjitha i preferojnë për shkak të ndjekësve të tyre të shumtë që ata kanë. Kjo është kaosi dhe kakofonia e madhe e medjave. Kultura jo në politike tani edhe kjo pasqyron kulturën kaotike të medjas. Kundërshtarët mundet që jo të kundërshtohen me argumenta, por sot ka mundësi që ata të poshtërohen nëpërmjet del Luli dhe i thot kryeministrit, i thot 77-313, do me thënë i thot që unë mund të bëj ndonjë gabim matematik, i thot, po ti ke vjedhur, thot, dhe do përgjigje shumë shpejt dhe do përfundosh në burgu 313. Pra, me një fjali të vogël, sot mund të krijosh ndjeksa shumë të mëdhenj. Nga ndjekësit e atyre që postojnë ose përdorin rrjetet sociale, që kërkohet që të marrin në konsiderat përfitimet nga një pozicion i caktuar që ata mbajnë dhe të tregojnë besnikëri ndaj doktrinës së veçantë që ata që hedhin të parë dhe postojnë idet e tyre për doktrinat që ata përfaqësojnë. Politikat dhe institucionet që janë të disfavorizuara konsiderohen prej tyre si të liga të padenja dhe imorale. Ky fluks mediatik ngjan shumë me lëkundjen e një lavjersi, sepse fitoria shkon njerë nga njëra anë dhe njerë nga ana tjetër. Sepse është fillimi ndryshimit të ekosistemit. Po largohemi nga epoka institucioneve centralizuara në një kohë kur zërat janë të shpërndara masivisht dhe të gjithë u lërasin në korë. Por si që u thash, jo gjithmonë kaosi është i keq. Shpesh është faza e parë e evolucionit dhe ndryshimit. Dhe përmbysja aktuale, mediatike, mund të shihet si një moment tranzicioni. Kjo që po shohim tani mund të jetë shfaqja e një organizimi të ri mediatik që ende nuk e ka gjetur rregullin absolut të tij. Nëse shikojmë me kujdes, mund të shohim disa në këtë lloj media kaotike, disa fidane të vegjël që s'kan lëshuar akoma deg jeshil që kanë marrë jetë, janë fidan shprese dhe që janë duke mbirë nga rënojat e tempullit të shembur të tullatësve me shok. Rritja e një kopshi. Demokratizimi i medias është një revolucion që e ka realizuar deri tani interneti, por vetëm gjysmën ndoshta. Tani të gjithë mund të kenë një zë,
po përfitimet ekonomike ende në shumicë shkojnë në favor të fuqishmëve që janë në krye, do me thënë të atyre që kam platformat. Nëse ne publikojmë një postim perfekt në Instagram dhe indikon në mendimin e miliona njerëzve, përfitimet financiare që ai gjeneron shkojnë në mënyrë disproporcionale për Mark Zuckerbergun dhe për të tjerë duke përfshirë dhe atë që ka bërë postimin. Kur publikojmë një video novatore, pra që sjell diçka të re dhe ndiqet shumë nga njerëzit në YouTube, kjo platformë përfundimisht përcakton se kush mund ta shohë atë dhe se si do ndahen parat e fituara nga klikimet e shumta. Në një kuptim pra, unë shikoj që media sot është ashtu siç ka qenë energjia elektrike në fillim të shekullit të 20. Thomas Edisoni e deklaroi llambën e vet në vitin 1879, por llambat nuk mund të vijeshin sepse nuk kishte rrymë elektrike. Rryma elektrike u shpik në vitin 1920 dhe llambat e Edisonit të shpikura 40 vjet përpara rrymës elektrike, kur Tesla i madh bëri hidrocentralin e parë në Niagara Falls, atëherë filluan të vendoseshin dritat elektrike. Ekuivalenti sot të mediatik i rrjetit elektrik është autonomia ekonomike që kanë subjektet të cilat bëjnë editimet për publikun dhe krijojnë ato që ne i quajmë zera të pavarur. Por deri tani pushteti nuk është shpërndar mirë dhe me rregull. Autonomia ekonomike u jep liri në fakt zerave të pavarur. Ju thash, sponsorët që ndihmojnë këtu ke emisionit tim na krijojnë në pavarësi për të qenë të pavarur dhe për të thënë njerëzve atë të vërtet që ne e mendojmë. Dhe kjo do të thotë se ne nuk i përgjigjemi agjendës së dikujt tjetër për të paguar faturat tona dhe për të mbajtur familjet tona. Dhe në këtë mënyrë ne jemi më pak të prekshëm ndaj errave të pandërprera të mediave të kaosit. Kjo na lejon të përqendrohemi në punën tonë më të mirë të mundshme dhe na jep më shumë energji për të shërbyer komuniteteve tona që na ndjekin. Ata pra që janë mish këtu konkretisht ke kjo, ata që duan qumësht ndjekin të tjerët, vazhdojnë me tullaci. Kjo na lejon që të krijohet një rend i ri i ndar nga interesat e autoriteteve qendrore, me pasuri të shpërndara në një shumicë më të madhe dhe jo vetëm në duart e pak njerëzve, siç ka qenë sistemi i medias, i ngritur nga media dhe politika tradicionale e këtyre 70 vjetëve që kur është shpikur televizioni, po dhe më parë radioja në vitet 1925-30 kur filloi radioja. Ky sistem i shpërndar u jep autonomi ekonomike zerave të pavarur dhe prandaj unë e quaj më shumë një kopësht përballë tempullit tradicional. Në qoftë se ky do trajtohet me një kujdes të dur nga shoqëria dhe nga shteti, ky mund të sjellë edhe rregull në rrjetet sociale. Në një kopsht mediatik ku lulëzon biodiversiteti, nëse si e thash, mund të ketë më shumë fitues dhe një mbulim më të mirë me një numër të madh nyesh të cilat i përkasin nyjeve të publikut. Në një sistem të tillë, të gjithë kanë një rol në formësimin e kulturës ku ata jetojnë. Krijuesit e mediave të pavarura mund të lulëzojnë vetëm me mbështetjen e ndjekësve të tyre. Prandaj unë them, kush është pranë ideve të mia, klik aty ku thot subscribe,
përshtatuni me mediat e reja. Dhe kjo na ndihmon ne në përhapjen e ideve tona. Ka njerëz që shqetësohen se një sistem i tillë do të çojë në një kakofoni më të madhe, kurse unë besoj se e kundërta është e vërtet, duke bashkuar të gjitha mediat e ndryshme së bashku, ky sistem i ngjashëm me kopshtin, me një kopsht me trëndafila, e bën të lehtë lëvizjen e lirë dhe ekspozimin ndaj mënyrave të reja të menduarit në një mjedis më të moderuar, por të larguar nga nënkulturat e menjëhershme të kaosit. Ndryshe nga mediat e kaosit, ky sistem i evoluar dhe i rregulluar, që është në proces, mund të jetë i rrënjosur në besim dhe shpërblimet do të rrjedhin tek ata që respektojnë marrëdhëniet me grupet e ndryshme të ndjekësve dhe jo algoritmet e lojrave që mund të bëjnë YouTube apo platformat e tjera. Ky model i përqendruar te marrëdhëniet është më i dukshëm në YouTube, ku njerëzit shfaqen për të ndjekur njerëzit e tyre të preferuar të mediave që ata kanë interes. Dhe prandaj ne ju themi, kush na pëlqen të abonohet. Por edhe këtu marrëdhëniet në fakt ndërmjetësohen dhe kontrollohen nga vetë platforma, për shembull nga YouTube. Abonimet direkte nxisin një lidhje më të thellë dhe një ndjenjë më të fortë besimi ndaj njëri tjetrit. Që botuesit të luluzojnë në këtë strukturë nxitse, ata duhet të shërbejnë thellësisht audiencës së tyre, pra ne, botuesit, ne, unë që kam këtë podcastin, që të ecë përpara, duhet të shërbejmë audiencës që na ndjek. Ky sistem krijon personalitete të reja mediatike dhe refuzon sistemin e mëparshëm në këtë komunitet të luluzuar. Kaosi i momentit aktual mediatik nuk mund të zgjasë, por askush nuk e di saktësisht se si do duket peizazhi i ri kur ky kaos të përfundojë dhe rendi të stabilizohet. Kjo është arsyeja pse zgjedhjet tona sot kanë kaq shumë rëndësi. Çdo abonim, çdo subscribe, çdo ndarje, çdo minutë e vëmendjes së njerëzve është një votë për kulturën që ata dëshirojnë të shohin të lulëzojë. Ne mund të zgjedhim të investojmë në një sistem që vlerëson marrëdhëniet e thella kundër mediave të dobta që kërkojnë zhvillimin dhe zgjatjen e kaosit. Ne mund të rimarrim vëmendjen dhe ta derdhim atë si ujë mbi fidanin e një të ardhme më të mirë të mediave të lulëzuara dhe që sot janë kaotike. Këto veprime nuk kanë të bëjnë vetëm me thithjen e përmbajtjes më të mirë në një ekonomi më të shëndetshme mediatike, por ato kultivojnë një kulturë më të pasur, më të zhytur në mendime dhe të aftë për të trajtuar sfidat komplekse të kohës sonë. Është pra një kulturë që ja vlen të abonoheni aty ku ju e ndjeni veten mirë dhe ta forconi atë lloj marrëdhënie me atë lloj media dhe të braktisni mediat që nuk përshtaten me kulturën tuaj, siç është kultura për të mësuar të vërtetën, kultura jo zyrtare, kultura jo për të nënshtruar politikës, kultura për të mësuar të vërtetat mbi këtë univers të madh. Kultura për të pasur sa më shumë dritare të apura mbi
të vërtetat e ndryshme që personat të ndryshme apo grupe të ndryshme në periudha të ndryshme i kanë ofruar popujve të tyre dhe opinionit të tyre të ndryshme. Këtu mendoj të mbyllim dhe dua t'ju rikujtoj sa e rëndësishme është abonimi. Ata që janë followersat të ndershëm dhe të vërtet dhe miq të mi duhet të ndihmojnë që ky podcast, kjo media të lulëzoj dhe të ecë përpara. Ata që nuk duan mish, duan biberon në gojë, kanë vende të tjera ku të shkojnë. Këtu po e mbyllim bisedën tonë mbi kaosin e mediave të sotme dhe ndihmën që ju duhet të jepni që ajo të futet në një rend ku të mbijetoj mi fuqishmi, mi vërteti. Po e mbyllim këtu bisedën tonë mbi këtë temë të veçantë, duke ju uruar natën e mirë dhe gjumë të ëmbël dhe mirupafshim në emisionin e radhës. Tung tung.